Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha në një deklaratë për mediat publikoi disa video për të denoncuar atë që ai e konsideron farsë elektorale të 11 majit. Ky është komisioner, tani ky do të kontrollojë votën, shkosh bën. A keni pa ju ndonjëherë këtë? Ky fut dorën e tij të zezë në kuti, nxjerr votën që ka votuar qytetari, e kontrollon, sepse ky e din se po zbaton porosinë e Edi Rams dhe ka mbrojtë Altin Troplinit. Tani vota futet, qetësohet. U zbulua se kush si ka votuar personi për cilin ai është porositur. I ka marrë parat personi, prandaj do kontrollohet nëse i meritoi parata apo jo. Merë flet në votimit. Tani, shoku komisioner e shoqëron në dhomën e errët, mbasi ai duhet sigurohet për votën e tij. Ka kontroll më policesk dhe më të poshtër votës sa ky. Komisioneri kriminal kthehet pasi kreu misionin, kthehet në karrigën e detyrës. Berisha tha se Rama ka urdhëruar mediat që ka bler të censurojnë të vërtetat, faktet dhe dokumentet. Pra, përballë kësaj propagande, të kontrolluar tërësisht nga qeveria dhe të paguar nga qeveria, ne paraqesim çdo ditë fakte dhe dokumenta që dëshmojnë, u provojnë shqiptarëve se çfarë ndodhi në 11 maj dhe në fushatën elektorale në Shqipëri. Pra, ky është qëllimi ynë, natyrisht, e gjitha kjo është në funksion të motivimit të fuqishëm shqiptarëve idealist, të cilët besojnë se lufta për votën e lirë është luftë për dignitetin, është luftë për të ardhshme dhe janë të gatshëm për sakrifisat, të gjitha sakrifisat që të i kthejnë votën shqiptarëve. Kjo është përgjigjja ime. Duhet t'u informoj se Edi Rama ka urdhëruar media që kontrollon, që i ka bler, që i ka shtruar në veglat e tij, të censurojnë në maksimum të vërtetat, faktet, dokumentat që paraqiten çdo ditë në këtë sallë. Ndaj dhe ju bën thirrje të ndiqni rrjetet sociale, në të cilat dora e zezë e censurës tij nuk mund t'u pengoj për të mësuar këto të vërteta. Kryedemokrati u shpreh se vota e shqiptarëve vdiq pa rënë në kuti. Edvin Kristaq Rama, armik i egër i pluralizmit politik, krye padrino dhe ndërtues i shtetit të parë dhe të vetëm, narkoshtetit të parë dhe të vetëm në Europë, për të siguruar karrigën e tij të krimit, i tmerruar nga krimet që ka kryer, në mbrojtjen e Altin Troplinit, ushtroi në këto zgjedhje të gjitha format e dhunimit të ligjit. Se vota e qytetarëve shqiptar vdiq në sensin si votë e lirë para në kuti. Votën e vdiqen para në kuti përdorimi i 76 milion eurove si shpërblim si dhurat për vot, 100 euro për çdo pensionist
në tërësi 48% votuesve apo 760.000 pensionistë. Votën e qytetarëve shqiptar e vdiqen parën në kuti. 4.500 aktivitetet organizuara në periudhën ndaluar nga ligji, përfshi dhe ditën e votimit me atë që quaj, me të famshme në Giro d'Italia 7 milion një organizate private, votën e lirë të shqiptarëve e vdiqën pa hyrë në kuti, pa rënë në kuti, falja 2 ditë para zgjedhjeve e 200 milion eurove, votën e qytetarëve shqiptar, votën e lirë, e vdiqen parën në kuti. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha tha se farsa elektorale nuk do të pranohet kurrë.